Gjenerata re 20 vjetë të naltë, thuj se ketë janë shpërngull, ketë jetojnë jashtë. 1 vjetë, 2 edhe maksimum u thujtë. Si popull ja kena u perspektivën t'i veni. Jam me Ibrahimin, moshatori jemi i fshatit Bilush, ose ndryshe Kushtrim. Më pëlqen kur takoj gjeneratat ndryshme në për fshatra se cili e jep perspektiven e vetë, qysh e ka po fshatin për gjatë këtyne viteve, e shumë rrethona të tjera që sot Bilusha është, po ndoshta edhe qysh u konë. Ibrahim, faleminderit shumë. Jo rastësisht e zgjedhëm, kjo është fusha e topit, i themi ne, i thonë banorët e Bilushës, po ndrysh është fush e futbollit e cila filloi në vitin 2025, pra vitin e kaluar, e mbeti në gjysëm. Në gjysëm mundet më u pa edhe pjesa ku nuk arrin kjo asfalt deri atje, kështu që ka mbetur në gjysëm. Ibrahim, faleminderit shumë që më keni prit në fshat, shumë këni njerëz mirë në përgjithësi, njerëz me shumë probleme realisht, që ja vështirësojnë me jetu këtu. 27 vite për atë sa më bon men, ç'është është Bilusha, Kushtrimi, le të themi. Mas parti mirë si keni ardhur edhe ju. Faleminderit për vizitë, faleminderit që i paraqitni problemet e këtij fshatrit, i jashtë fshatit, deri në komunën e Prizrenit. Sa i përket mas parti fushës futbollit, stadiumit, unë e seri e majnë men këtu, ka majtë turnire për gjitha fshatrave. Apo? Për gjitha fshatrave, na kena pas shumë lejtarë për këtij fshatrit, edhe ka pas rrethoja, o kon financiarisht vetë fshati, katundja kam e vaj. Tani, vitin e kaluar diçka kanë fillu punimet këtu, kjo pjesa dhe këtu apo me asfalt, ajo pjesa ne diçka për loj këndet fëmijëve, po nuk kanë përfundu punimet, projektet. Nuk e di se a do të ketë punime ma tej, a do të përfundojnë këta projekte, nuk e di, nuk kam ide. E moni men, cila kompani ka punu, e orientuar nga komuna ka qenë, po besoj? Nuk e di, për momentin se unë jetoj jashtë, o këton e njëjta kompani që ka bon punimin e rrugës. E njëjta. A mërgjimtar që në këti? Mërgjimtar, po. Punoj jetoj në Sloveni atje. Tash dëna me të pytë, pse shkove? Pa, rrethonat e jetës, kushtet, problematikat e ndryshme, gjallënia, këtu problem është. Problem. Nuk mund është mu kapë. Ka na thojnë që peshki i madhe hënë vulli. Na e na konë prej atyne që kena kontribu, është edhe prej fshatrave të parë që ka fillu këtu lufta, ka qitë ushtresh klimtar, dhe më thonë prej këtu ka fillu, prej këti fshatrat. Pushka e parë ka bo bam këtu. është ndër fshatrat e fundit, dhe më thonë që nuk ka pas qaq financim prej komunës Prizrenit. është edhe rrethonat politike, janë gjitha. Sikur të nejmo që ndodhë. Si, po këthejmë në mushën 10 vjeqare, më bon men po besoj. Qysh e mon men këtë shata, ka qenë ma i lërzuar, unë po shumë fëmi, po që janë... Shumë ka qenë, ka pas popullatër cilë janë shpërngull, ajo pjesa poslishit poshtë, diku 90% është krejt për këti fshatër që kanë dalë poshtë. Shka ke i kushteve, rrethonave tjetesës, të thuj se ketë janë shpërngull, ketë jetojnë jashtë. Ketë jetojnë jashtë. Mirë po, që sa vite ke dollë, a më tregove? Unë që 5 vite, ja. A ke mujt me bo diçka të pak të që me mujt me investu këtu, ja vlen apo s'ja vlen? Qëre, këtu do me thonë rinia e fshatin përgjësi, po folim këta gjenerata jeme, pak ma të vjetër, janë prej atyre që kur nuk i ka thonë jo këti venit. Shka do që ka dash, diçka me financu, kena kontribu maksimum. Kena shumë punime, shumë edhe pjesa e ujt ku ke ma herë që u përmen, do më thonë, diku dejnë 27.000, 30.000, këtë ka financu Dëgjova që mërgjimtarët kanë një mu shumë, a ke qenë njëri ndër ta? Jemi prej atyre që kena kontribu. Që shpja bëm pa ujë kërë po vjenë vëzhime? Kena poshtë fshatin poslish prej aty me cisterna, me sene. Me ta po këtë pytje, ti the që një më dalë, sigurisht, për pare ma shumë, po flasim për një jetes ma të mirë. Në shtatë të nej të punon në Sloveni, atë shko menja që du mu këthy Bilush? Valoj non-stop menoj mu këthy këtu, non-stop. Kur nuk e din? Non-stop i thonë vetit, i thonë vlaznive atje, si jam e vlazni, qëtash edhe baba Karlo kon ishë imam i fshatit këtu. 1 vjet, 2 edhe maksimum mu këthy këtu. Apo? Nuk ka, atje nuk ka jetes. Atje nuk ka, këtu është jetesa, po këtu vetë na si popull ja kena u perspektivën t'i veni. Ne do të më konë prej atyre që non-stop do të me majtë vendlindjen, do të me kontribu këtu, e jo me këshyrë me hajni, me sene, edhe me që vendin humnerë.